Së shpejti, landfilli i Maliqit pritet të nisë një procedurë të re dhe shumë të rëndësishme ndarjen e mbetjeve në burim dhe më pas futjen e tyre në proces riciklimi. Kjo do të bëjë të mundur që një pjesë e madhe e mbetjeve të rikthehet në përdorim, duke ulur ndjeshëm sasinë e mbetjeve që përfundojnë në vend depozitim. Përpunimi i mbetjeve këtu bëhet me formën e ngjeshjes. Tani janë hapat për ndarjen në burim dhe për riciklimin e pjesës së riciklueshme, që do të fillojë së shpejti vitin që vjen. Tu të gjitha mbetjet vinë në mënyrë të rregullt, që nga mëngjesi, që në orën 5 dhe në orën 4 mbas ditës. Landfilli i Maliqit është një nga investimet më të rëndësishme për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve në qarkun e Korçës. Ai shërben si vend grumbullimi kryesor për mbetjet e bashkive të zonës dhe funksionon sipas standardeve bashkëkohore të mbrojtjes së mjedisit. Nga gjithë qarku vinë mbetjet vetëm në ky landfill. Nga bashkia Korçë, Maliq, Pogradec dhe Pusec vinë direkt. Kurse bashkia Ersek edhe Devol kanë stacione të ndërmjetme në të cilat shkojnë mbetjet dhe i tërheqin me qante. Mesatarisht shkojnë në 120 tonë dhe 130 tonë mbetje në ditë. Në këtë landfill janë ndërmarrë masa të posaçme për izolimin e shtresave të tokës, grumbullimin e ujrave të ndotura dhe trajtimin e gazrave që krijohen nga mbetjet, duke rritur sigurinë mjedisore dhe shëndetësore për komunitetin.